Përshëndetje dhe mirë se vini sërish në Rain's Makeup Studio. Jam shumë i lumtur që jemi këtu në episodin e dytë. Përpara se ta filloj, duat për të gjithë ata që kanë treguar interes, Rain's Makeup Studio ndodhet në Durrës, më saktë mbrapa shkollës Shaqi Mazreku ose tek posta e Durrësit. Sezoni veror ka filluar, rezervimet kanë filluar dhe janë të shumta. Për të gjithë që interesoni, rezervimet mund të bëni ose duke shkuar në Instagram, e cila do të dali këtu, ose të telefononi ose me një mesazh në WhatsApp. Dua t'ju falenderoj nga zemra për të gjithë feedbackun që na keni dhënë, që videot shkuan aq virale vetëm për ju. Tell Jesus, si ishte? Okay, tell Jesus. E di, po ishte, është... Okej, u bë, it's okay, ka që ishte. Dhe sot kemi personazh tjetër të ftuar, një personazh që diku para një viti e gjys, ajo thyu të gjitha rrjetet sociale. Këtu kemi në studion ton Danocën, Rene Repo. E los Danocës. Hi baby. Thie, faleminderit shumë që pas shumë diskutimesh në fund erdhi dita. Qa diskutimesh mos e direkt të thash po fare, qa diskutime zero. Të ule mund ta ule Ta zëm direkt se kemi shumë gjëra për me thënë. Aha. O të përgatitem do me thënë. Që bëu gati. Si ndihesh sot që jemi ne? Shumë keq. Shumë keq. S'po e përballoj dot. S'po e përballoj dot, nuk gjithë emocion. Gjithë emocion të madh për të bërë make-up, për të bërë pyetje me këta sy të ti që ke. Nuk mundem. Faleminderit. Po ja që ndodhi dhe kjo gjë tani. Ndodhi, u bë. Atëherë, sot do realizojmë një make-up shumë veçantë që Renesi shkon shumë. Nuk e dini që se ka bërë përpara. Quhet Halo Makeup. Kur do të përqendrohen pak baby Leila, baby pink le të themi, edhe do vi pak si mos smoky. Duke qenë se Rene ka syt shumë të hapur dhe i shkon gjithë çdo make-upi tek syt. Tani, para se të bëj kremin, do të bëj një pyetje tjetër Renes. Kush është rutina jote e skincare-it? Ti fuse dhe reklamim me këtë se kam dhe brindin, jo, s'ka gjë se podcasti jo të respektojmë. Po unë në mëngjes, me thënë drejtën vetëm me ujë e laj fytyrën, nuk kam qef se nga që bëj double cleanser në darkë, nuk kam qef ta bëj dhe mëngjes. Me thënë vetëm laj fytyrën me ujë dhe pastaj hidratant. Jo, gabim, prit. Laj fytyrën mëngjes, pastaj bëj SPF dhe vitamin C, në dark bëj double cleanse dhe bëj lotion. U kuptua që atër se e bëra shumë lëmsh. Unë përvete e kuptova duke qenë. E more vesh? Okej, kaq, kjo ka rëndësi. Shkurt fare, kush do ta shohit në detaje të rrjetet sociale tuaja, Instagram, e poston skincare-in? Po, e kam berë. Ti qa mendon ti për lëkurën time? E ke shumë pastër. E dosha me pyet që në fillim, edhe po prisja që do është ngrimi që të pyesja me thënë drejtën. E ke shumë lëkurë pastër, dhe kjo dhe lëkurë baza del shumë perfekte. E, këtë ma kanë thënë. Se nuk ka spore, nuk është fytyrë as poroze, është shumë, e më thënë e limuar shumë e një traqme. Kështu që zgjidhja do dali perfekte sot. Çfarë kuptimi ka për ty të ndjesh e bukur? Çfarë kuptimi ka për mua të ndihem e bukur? Ose çfarë bën ty që të ndjesh e bukur? Vlen. Të dal për jetë natë, më bën të ndihem shumë seksi se është gjithë rutina që bësh gati, vishesh, tjetër vibe kur del natën, tjetër vibe gjatë ditës. Ndjesh dhe më lirë ndoshta në darkë? Nuk e di, thjesht kam një lidhje emocionale me natën shumë të fortë. Normalisht që mendoj që edhe të ngrënit healthy vlen shumë. Qohesh me barkun petë o zemra mëngjese, kupton? Ka shumë bëj kjo gjëja. Normal. Tjetër. Një kërcim sensual para pasqyrës vlen gjithmonë. Muzika më preferuar? Vlen gjithmonë. Mendoj që ka dhe shumë të bëj muzika që dëgjon, domethënë kam shumë qejf të dëgjoj muzikë që janë shumë it girl vibe, se thjesht më fusin në atë mood. Në botën e po, totalisht. Mendoj që çdo gjë që bën mendon është e gjitha e lidhur me trurin, dhe pos ja imponova vetes që jam it, kush do ma imponojë, tha. Dhe tani kam filluar me duke konturuar hunën, në mënyrë të tillë duket sa më vogël. Një gjë që jam mësoj të gjithëve kursantëve. Kështu që shihemi për pak sa të marrë konturimin.
I wish that we could lose this crown. Si do të përshkruaj veten me 3 fjalë? Me syrin. Karizmatike, ambicioze, sensuale. Pëlqeu. Pëlqeu dhe punë, pëlqeu. Faleminderit. Dhe tani, mbaruam bazën, konturimin e make-upit dhe syve, dhe do fillojmë direkt me procedurën për të bërë halo make-up. Si fillim do ta fillojmë një tonë më të hapur, që t'i kryejmë një rrjen, si do ne ta vazhdojmë halo make-up, edhe çfarë forme ne do t'i japim, më pas fillojmë shtojmë pigmentet dhe rrethojmë dhe më shumë syrin. Ke ndonjë guilty pleasure që s'e ndan kurrë me publikun? Guilty pleasure. Tani guilty pleasure po flasim për çfarë do lloj spektrumi gjërash. Flasim hapet. Aktualisht s'është po më vjen një tru, po kur kam qenë në adoleshencë, kam pasur një periudhë nga mosha 17 vjeç, që isha në krizat e mia dhe doja patjetër të më binte dikush në qafë që ta rrija, shumë keq. Kisha kështu problemet brendshme, po që në qafë njeriu si bia kur, po thjesht e kisha këtë si mund ta quajmë besoj guilty pleasures. Cili është komenti më i çuditshëm që ti ke marrë nga në rrjetet sociale? E gjeta. Kur kam thënë mësa kur mamaja ime ka thënë diçka që mua më ka ndodhur, që ishte për të ardhur keq, do me thënë nga një person që e lexon, po ta lexoja unë për dikë tjetër, do më vinte keq për atë person. Edhe në vend që edhe në vend që se po prisja që të më thonin njerëzit ua sa gjynaje, kupton, po që ta shtysh më shumë dhe të thuash që se mirë të është bërë ty e të rivëri, është, nuk e di, për mua është pak e të pruar. është e tmerrshme. Nga u inspirove për të bërë podcast, Unë, në fakt, kisha diku te një vit e gjysmë që do e mbosë këtë gjë. Më thonë që më kishte ardhur në mend diçka e tillë. Po unë kam një tip që o do ta bëj një gjë tamam, ose nuk do ta bëj fare. Prandaj tash në fillim që investove direkt me parë, më thonë nuk është po e provoj një herë tek studio ime dhe make-upit, më thonë që kam. Pastaj po eci mirë e bëj vend tjetër, më thonë në studio kështu, po të kala direkt në studio, më thonë që bën xhirime direkt. Si thash që investova më shumë te kjo gjë. Po mirë, njerëzit e kanë parë çfarë sysh ke ti, apo nuk e kanë idenë fare? Unë e shkrita lente natë për natë kem syt kështu, po... Pëse se dhe kënë ndekën pa? Zë i ke shpëtu kjo gjë. Më bëjnë zoom syt, po që... A ndihesh ndonjëherë e lodhur ose në presion, më thënë për që ti jesh në rrjetet sociale, më thënë që të krijore kësaj radhe, diçka, një video, të rresh më shumë vëmendje se më thënë diçka ti pëlqen gjithmonë në rrjetet sociale, që mos fundesh atë që ke krijuar. Po mendoj që çdo person që do të jetë prezent në punën e tij, si të jetë kjo në rrjetet sociale apo jo, ka një presion për të krijuar e për të qenë në avanti tërkohën. E kupton, mendoj që është gjë e mirë kjo, se të mban gjallë kreativitetin, se por në comfort zone mendoj që ke vdekur si individ personalisht. Fëmijët që jetojnë jashtë ka më shumë eksperjenca apo jo? Po jo prap nuk është se merret para. E di pse më thuaj ti një person që është moshën tonë dhe ka punuar strip club si bartender. Okej, mo. Tu nuk do ndonjëherë, prandaj them që kjo është eksperiencë që shqiptarët s'kan për të përjetuar por rrin të ky vendi, mendoj. Po, unë nuk është se kam vetëm eksperiencën e punës që kam pasur shumë punë të ndryshme, e kupton? Edhe nuk është se është vetëm kjo, unë po gjëra, s'ka gjë. Do me thënë, okej, është eksperienca punës, po unë kam pas edhe shumë eksperienca jetike që mendoj që personale, fëmijërore që ke kaluar pa adoleshencë, jo fëmijërore, po mendoj që me thënë ka burra nga 40 vjeç që e mbajnë vetëm për burra edhe si kanë kaluar ato gjëra. Edhe kur them kaluar, do me thënë me kokën lartë edhe e kam ditë si ta orientoj muhabetin, jo kaluar thjesht, okej, isha aty, ndodhi kjo gjëja dhe unë nuk bëra asgjë. Kështu që nuk mendoj se është vetëm pjesa e puna në strip club, është diçka, ama unë njoh shumë femra në Amerikë, pavarësisht se kisha dy goca që punonin aty bashkë me mua te stripi,
që pavarësisht se ishte bartender, puna prap s'do ta bënin vetëm nga fakti që është shqiptare, tjetër mentalitet. Është mentaliteti. Ndërkohë që për mua ka qenë një nga punët më fun që kam bërë ndonjëherë. Unë desë shef më shumë gjë, më kupton çaj gjëra të tjera, se Po unë qa isha e përgatitur me çka kisha parë deri aty, domethënë, po që ke një tjetër perspektivë se në shikon vjedhje sy për sy. E ke parë ndonjëherë atë filmin Hustlers? Po e kam parë, pa 3 herë atë. Është njëjta gjë. O zemra identik, a kupton, nuk ka ndonjë ndryshim. Normal që në film bëhen skena çik më bukur. Okej, të egzagerume më që as të egzagerume, jo thjesht më bukur. Mendoj që e kanë zbut në film më shumë, se është edhe më ndryshe në realitet kjo gjë. E kanë zbut pak si gjë, se janë të gjë që janë pak më tegra le të themi në realitet. Varet, jo se janë më tegra, por ndoshta janë më pak të bukura, se në film e bën nga që duan ta bëjnë tërheqëse gjën, edhe bëjnë edhe një skenë që s'është e bukur për t'u bërë, duket e bukur në film, ndërkohë që në realitet kur ti e sheh thua, aman se ma shpifi kjo, e kupton që po e bën këtë lloj gjesti ose këtë gjë. Në thënë të strip club që ke punuar, jo vetëm që është më e famshme, ditë që vjen shumë persona publik aty. Ka pasur shumë, për shembull kanë ardhur që kanë kënduar, ka qenë 50 Centi, ka qenë Bia, ajo, si e ka ajo, 'Cause girls are players too, Loi Kroj, se që ka një emër, shu se si janë baj më ndemër. Se ka janë që ka në emra, edhe Cardi me duke të Cardi, Megan, kanë ardhur shumë goca, shumë individ, po vinë edhe kështu. Si klient po flasë, që vinë shumë si klient. Jo, këta ishin që kanë kënduar, kanë repuar, whatever. Po edhe të ftuar, ka pasur kush ka ardhi ftuar. Gjizin, që i kam të numrin në telefonit me Shiralafi, ka qenë, kush ka ardhur tjetër, ky, si e ka ky? Jo, ky vllai i këtyre Kardashianëve është Robert, the skinny funny one. Është një që është gjithmonë shumë ironik. Vllai? Se di çfarë ka. Është burri, ai jo, është burri më duket i Courtney. Është një që thot everything around me is not perfect, se unë jam shumë mirë. Si pami kam parasysh për vetë. Scotti, okej, ai ka ardhur edhe ai ngjante depresiv komplet. Po, ishte keq, ishte shumë keq. Me atë nuk është se kam pas interaction, kështu që të kem bo muhabet. Kuth ka ardhur tjetër? Nuk është se po më kujtohet në një tjetër. Unë sa di, edhe Lil Pump ka ardhur si klient. Ore, edhe kanë ardhur, po edhe s'kam qenë gjithmonë, se edhe s'kena rastis gjithmonë, a kupton. Po që janë shumë, ka shumë vizitorë, më thënë, po, shumë fan, se shiko, për shumë këtu në Tiranë, në Shqipëri, është shumë kjo ideja stripi është strip, kurse atje stripi është klab, do me thënë... Si klab natë normale. është thjesht, do me thënë... Ka të dy lloj strip klab është mendoj. Më thënë, është kjo pak më normal, përsa janë të tjera që... Okej, flasim për këtë Po, flasim për këtë që është klab të manë, që është klab, si është që... është ai klabi që... Po. Tani basi vuna tonin kapë të syri, do filloj ta forcoj pak cepat të syrit, do të thënë, të pjesën të bëj pak si pine, edhe të pjesën tu që ta bëjmë syrin me ketaj. Tani fillojmë direkt të aplikojmë të zezën të syri. Tani do vej shkëlqim të kësyt e do të miksoj të bardhën me pak të ngjyrën që i ngjason pigmentit që kemi përdorur tek kësyt. Në mënyrë të tillë lukun e bëjmë më wet. Tani do fillojmë me bazën, pasi mbaruam procedurën syve. Vetëm 2 detaje të vogla do shtojmë në fund. Dhe në këtë moment do vazhdojmë me pyetjet e publikut. Q&A që hodha në Instagram. Sa herë në javë bën ti, ha? Gati? Se kështu Kështu pyetjesh kanë, po ta dish që ka shumë pyetje. As se vën diskutim, Këto poshtë janë pyetjet e publikut, me ato me zeza. Kështu që është serioze punë. Këto janë gjitha. Ku këtu poshtë? Këtu. Okej. Ta fut me ato më interesante. Okej. Sa janë total? Se di, si më mend. Okej. Çfarë ishte ajo që të ka shtyr për të bërë influencer? Nuk e di se po prisja na i kështu bababap nga ju, po nejse. Ja, ditë vogla ato. I bërë kështu profesionale, s'kishe qa bëja, s'ke faj. Isha në krizë paka shumë në aspektin që kishte ardhur ai momenti që duhet bëja një gjë ndryshe, se bartending e bëra
nga 14 deri 21 nuk do të vazhdonte jeta duke bërë bartender. Profesionet tjera nuk është se po ndjeja veten, për shembull kam provuar real estate, nuk e ndjeva veten fare, aty nuk më se sikur më mbyti tani që ma vuri këtë furçën këtu. Kërkoj ndjes. Nuk më shtyu, provova TikTokun, e provova nga hiç, nuk është se po mendoja që do shkoja diku. Në fakt, një sekret i vogël, unë kam hapur YouTube para se të hap TikTok dhe bëja video anglisht në YouTube. Ke provuar me content, me kap content? Po, ashtu do më ka qenë para TikTokut e gjitha kjo. Kisha i çau ke 1000 klikime e gjë e tillë. Po, pastaj më duk shumë cringe ajo pjesa e YouTube-it se nuk po ndjesha vetja, më dukej sikur kështu, po përpiqesha të motivoja njerëzit në mënyrë shumë profesionale që nuk blente. Edhe hapa TikTokun, i zhduka gjitha ato video, nuk i kam masë për draft e gjëra. Edhe kështu valla, jena i gjë e komplikume, a kupton. Pyetja tjetër, pse u ktheva në Shqipëri? Tash kjo lidhet me këtë muhabetin tjetër që unë jam tip që ku të mesi karriera aty do vendosem, se jam shumë e lidhur me këtë gjë. Edhe me thënë drejtën Shqipëria më pëlqen pafund, pse lifestyle-i që kam krijuar këtu është shumë i këndshëm. Kështu që Nëse midis Amerikës dhe Shqipërisë, edhe për qef do zgjidhje prapë Shqipërinë. Shiko, unë ja kam pirë lënkun në... Jo, Mali këto. Ta lezë edhe një pyetje. Jo. Apo të qenë të bësh gjitha vetë? Unë. Okej. Edhe... Qa do në ftuar ajo të bëjnë? Edhe... Përcisht të pyetja jote... Jo më, po shiko, unë Amerikën, do me thënë... Do jetoje në Amerikë? Shku farë, do jetoje prapë në Amerikë? Po në lidhje karriera me Amerikën dhe të pëlqente... Një mundësi e mirë karriere, do ike në Amerikë. Po të më pëlqente, po se kur thua mundësi e mirë, më duket sikur lidhet shumë me gjendjen monetare. Unë kam shumë lifestyle-in se sa gjendja monetare që t'jep kjo gjëja. Por po të pëlqente ajo që më ofronte kështu, t'isha me pasion për këtë gjën, po do i kisha ikur. Okej. Ha lexoj një pyetje tjetër. Okej, faleminderit. Tani, një pyetje që kishim bëja shmasë shumë, a do të hyje në Big Brother VIP dhe pse si e fut në Big Brother VIP? Po, okay. Që mendoj që do të ishe fut në Big Brother VIP? Shumë pyetje interesante. Mua më kanë thënë për të futur javën që është futur Viserlo edhe nuk mendoj unë se kam... Për një sekundë ngri kokën? Okej. Nuk mendoj unë se kam nevojë për publicitet një mujorshit fundit që ngelet për Big Brother. Mendoj që jam personazh me shumë potencial për të futur që nga dita parë edhe me thënë drejtën unë ndjeva edhe pak e pa respektuar në aspektin që ata atë natë kanë futur 4 veta për një herësh. Pa prezantim, pa i ranë derës aty, po, unë dua këtë lloj prezantimi, më vjen shumë keq. Do më thënë, nuk do doja ta provoj, jo për pjesën, më thënë, me marrë famë, me mëra, për pjesën me provu si, do më thënë, si eksperiencë mrena asaj shtëpie. Po do kisha shumë qef ta provoja si eksperiencë, ama jam tip që nuk dua t'i filloj gjërat as në gjysmë edhe as t'i mbaroj në gjysmë, t'i lë në gjysmë. Ke fjalë që do të pëlqen ti që fillim. Që fillim, edhe ta çoja deri në fund si gjë. Po ke drejtë. Si për eksperiencë dhe si për profitet që ti merr nga kjo gjë. Po, është vërtet. Dhe kalojmë tek pyetja e radhës. Ma mori atës. Okej, na lexoj ti. Se unë ndërkohë do vazhdoj bazën, tani jam duke vazhduar konturimin, e të fillojmë bëjmë prerë që duket fytyra dhe me lift. Tani fillojmë ngrej mollxat, ngadalë, duke bërë konturimin. Oui. Gati. Pse nuk është futur në fushën e aktrimit? Pse nuk është futur në fushën e aktrimit si Julia? Pse nuk jam futur unë? Po, pse s'kish shkelën them se si prek hapat. Okej, e kish kuptova. Po, shiko, na i film edhe bojëra, kupton, s'është problemi këtu. Kam pasur qef ta bëj aktrimin, me thënë drejtën. Më thënë dohet ta ndjekje si karrierë. Po, e kam pasur një periudhë si qef, po ka qenë kështu qef nga që s'po dija ç'a të bëja. Thjesht jam mendim, mund ta bëj për shembull. Është ajo mosha që ti thjesht të vinë 100 gjëra në mendje se ç'a ti mund të bësh. Po, ku ti unë se më ka... Jam shumë rahat me këtë profesion që kam zgjedhur, me thënë drejtën. Nuk është që do ngjimoje me patjetër për shembull si gjë. Jo, do kisha bërë role nëpër filma, po i dua shumë specifik lidhur me karakterin tim, nuk është se do e vazhdoja si profesion, si gjë. Vazhdojmë me tjetrën. A do të junge? Jo, kishte... A do të junge?
A do të dojë të kishe emisionin tënd? A do të doje të kishe emisionin tënd në ndonjë kanal televizion dhe çfarë do të ishte? Atëherë, unë kam plan që këtë podcastin që e kam ta vazhdoj edhe ta bëj një nga podcastet më të ndjekur në Shqipëri. Normalisht që kam përshtypjen që kjo të stërvit edhe në një anë moderimi më shumë se sa influencer. A është kanal në televizor, a është në YouTube-in tim, nuk ka shumë rëndësi përderisa është diçka që mua më pëlqen. Për shembull, po të ikë si Social Arena, ato podcastin që bën, ta marrin në televizion, në X televizion ta bësh atë, do pranoje? Okej. Dua lekët. Po, nuk është se e kam problem. Nuk është se e ke problem. Jo. Okej. Për sa kohë është akoma diçka që vazhdon me ritmin që unë kam edhe nuk dal unë nga vetja për ta bërë, është okej. Unë do e mendoja për shembull shumë për ta bërë si gjë. Pse? Do e mendoj në çdo aspekt, duke ditur. Hajde këtu se dua të shoh nga afër. Në çdo aspekt, nuk dua më fol më shumë pse, po se televizion në Shqipëri nuk është që të rreqin shumë dhe më duket sikur nuk e preferon shumë këtë gjë që unë bëj në televizion, preferon më shumë gjëra të tjera në Shqipëri. Për shembull, jashtë shtetit në Greqi ka shumë që bëjnë këtë gjë. Në televizor, po në televizor, preferon shumë gjëra ndryshme krahasim me këtu. Prandaj, do e mendoja. Dhe më dukte se kishte mundim kohë të ishte shumë sigurisht, domethënë më shumë të kishe të rastet që postojnë tani në YouTube vetëm me radhë, sesa ta bëja në. E kuptoj më jetë, po edhe ajo postohet edhe në YouTube në ditën kohë kur ti e bën. Po, është drejta e kanalit pastaj, ato vite që bën. Tani do vazhdoj me pjesën e Blashit, që është pjesa ime preferuar dhe rënes i shkon shumë Blashi. Nuk e di për dita vjen Blashin? Unë s'luajm fare në gjatë ditës. Asnjë gjë. Për minutin tim më mirë bën një vibroze. Snap pastaj. Aq. Vjen ti buzë sa për mos u duk si SPF, budalliqet edhe. Ne në rregull. Unë do vendos Blashin e Rings Buildit, që është ndërthuar ngjyra midis rozit, kuqe dhe portokalli. Në këtë moment do kalim, do grim direkt mold-ën, në mënyrë të tillë do duket edhe më natyrale make-upi. Nga kemi dalë në konkluzionin që më shkon Blashi mua? Për shkak se kem moldza. Okej. Duke qenë se ke moldza, lëkura pastër një, edhe ke tiparët më të rregulla kur personat që kanë tiparë më të rregull kanë moldza, Blashi gjan shumë bukur. Për shembull, po tishin e fytyr pak më imët, më e hollë, që nuk ka shumë moldza, që nuk ka pothuajse fare moldza, nuk shkon nga shumë Blashi. Me thënë, kur qesh pak? Hajde i Kur qesh ngrihet moldza, e prandaj shkon më shumë moldza. Ndoshta, kam besim te ty. Unë Blashin vetëm mënyrë si më pëlqen ta vë është kur e bëj kështu si sikur të ngan diell. Po, kur bëhet kjo kështu që po ma bëni tani nuk e di pse gjithmonë kam pasur probleme, por unë besoj te ty. Kështu që inshallah. Ja, dhe shokësh në fund se Renies ka pasur gjë deri tani. Se kam iden fare se çfarë po bëhet. Na trego për një super awkward date që ke pasur. Një super awkward date që kam pasur unë. Okej, kjo është shumë recent, do shta prandaj e mbaj mend, recent. Do me thënë, ka qenë tani që erdha në Shqipëri, nuk ishte date, ishte një po u kthyen, do ta shpjegoj. Më shkruan në Instagram një tip për më thotë që donte të bënte bashkëpunim, kishte biznes me makina. Edhe, okej, tash i çova ato paketat e mia, dhe më thotë që të lutem, thotë a mund të takohemi se dua t'i flasim in person. Normal që mu kapi kështu se të them ke shumë qarta për qa po takohemi tani. Për qa do me taku nga. Po thash, okej, e zeza unë. Po. Edhe takohemi, ky mua e para punës po dridhej nga emocionet. Po. E dyta punës ky kishte bërë një gënjeshtër të madhe që donte bashkëpunim për makina dhe ja kishte po ja kpuste muhabetit, jo po familja se un kam vëllezër se donte fejes vllai, e donte troç. Po. Dhe si përfundim pimja gjysore kafe, kështu se fillim deshte me më çu edhe kështu në vend në restorant high-end, i thash zemra më i thash po vi për muhabet punë. A kuptos, po vi të ngrihem. Me vinë ty. Ulëm te te stadiumi. Bëmi qik muhabet shunja gjysore derisa e përcolla me lezet, edhe në fund, se this was the awkward part,
I mean, deri tani edhe prapë është awkward, po pjesa më awkward nga gjithë kjo situatë ishte që më thot mua, sa të bukur e pas ke çantën, thot vre pak në tavolinë. Ngela u kështu se mashkulli tu pa çantën, a kupton s'para ndodh. Pse i thash unë edhe, ndërkohë që isha kështu confused që çfarë po ndodh, ky ishte tu nxjerr lek nga xhepi, jo zemra, a kupton? Deshte me më fut lek në çantë. Më thonë, Gjes më tregu që shiko se unë... Suportoj. Po. Kuptoti? Faleminderit shumë, i dhash respekte, nuk kam nevojë, kalofsh mirë, etj. Nise, edhe kështu që të bëhesh që pse ça të duke mund ty se nuk është se e bëra, thjesht isha kështu që rrosh po s'ka nevojë, a kupton, me më dhon ndaj lek. Edhe ika, si përfundim, morin telefon nëse pordi më njëri se mora vesh se kishte punën për bashkëpunim fare. Më thënë, a ishte thjesht sa me të afrus si me të rish ty... Po pa lidhje o zemra, pa pik lidhje, a kupton. Do ishte s'kam tur, për shumë të kishë shumë tur të bëhe si gjë. Nuk mendoj që janë shtuar kaq shumë firma të tilla në Tiranë sa u duket sa duket gjë normale. Bëjnë, kupton. Duket më normale, ndoshta si gjë. Po. Si gjest. Si gjest, Te pyeti në rast realisht e lexosh ti. Që të kanë bërë njerëzit në Q&A që holla. E marr vesh, po na vëri gishtin se unë nuk e di ku e lam ne. Kjo këtu. Kush është ndryshimi midis meshkujve shqiptar dhe atyre amerikanë të cilin do zgjidhja? Kush e ka bërë këtë, femër apo mashkull? Më shumë si femër. Po gjithë femra ishin që për shkak se Instagram tim në ndjekin make-up-et që... Okej, harrova. Me thënë drejtën, unë edhe në Amerikë me shqiptarja marrë, kështu që zemra më rreh për ju fatkeqësisht, realisht fatkeqësisht. Nuk kam çfarë të bëj, në gjithë gjaku, nuk e di si ta shpjegoj. Amerikanët të thosha që më duken shumë mashkullor. Pra, Amerikanët nuk janë aq mashkullor se sa shqiptarët. Ç'ne që jeni në këtë Në këtë konkluzion, kam dalë në këtë konkluzion. Po kam dalë se janë shumë të... Sa kanë në zemra nuk e kanë, janë... Shiko, Amerikanët janë arritur me kushte nëse jo të mira, komforte. Dhe njeriu nuk mund të ketë aq shumë maskulinitet sa unë dua të ketë nëse është rritur në komfort. Se do t'ju agresiv të bën një mjedis ku ti ke sfida, ti ke gjëra që duhet i dalësh zot vetë. Dhe kur jam gocë që vetë më ka ndodhur këto gjëra, nuk mund të rri dot me një mashkull që si ka kaluar. E kuptoj. Ke stalkuar ndonjëherë profilin e një vajze vetëm sepse ishte me një djalë që të pëlqente. Tashim. A e kuptoj profilin e vajzës se ke parë që ka dalë me të djalin që pëlqente. Në një rast konkret mendje s'po më vjen, po se vjen ndryshim që e kam bë. Mendoj që çdo femër që ekziston e ka bërë këtë gjë në jetën e saj. Në një rast konkret shumë se po më... Jo di çfarë bëj shpesh. Detyrimisht jo që del në ideal me këtë, po për shembull, kur kam qef në ideal i shoh ku ka follow. Që të kuptosh ndoshta edhe kë ka ajër që çat tipologjia, kuptohet, çunat që kanë shumë byth dhe cica nuk bëjnë vlla. Nuk jepin i X atyre. Direkt red flag. Po. Ose edhe nëse ka shumë të rregullt atë, shoh prap futem, i shoh çik femrat. Qa bëhet, qa s'bëhet. Na i femër me të njëjtin mbiemër, marrin vesh më shumë informacione, ka stokërime. Po, kështu në rast konkret se po më vjen, më ndje me të në drejtën. Por, shiko, mendoj që gjitha bëjnë atë të gjëra, që të shohin paraqen dikujt një mashkull që i pëlqen të analizoj çik më tepër, le të themi. Po, mendoj që edhe meshkujt kush e di... Jo, e bëjmë të nejtë. Kështu që është nga të dy anët një lloj. Thjesht mendoj që ju nuk jeni aq të aftë sa ne, por ky është muhabet tjetër, pastaj i pak më shkurt. Kalim, nuk është ju i futeni kështu në detaje të tjera. Po, prandaj kapeni gjithmonë ju kur tradhoni ose i bini shkurt. Okej, më që përmendet tradhtin, të kanë tradhtuar ndonjëherë? Po, tani deri më sot me çfarë di unë të paktën se edhe bova ki ka ndodhur dhe se ka marrë vesh, po
Nuk është që e ke sigurt që mund ta vend. More se di unë s'kam kap gjë, edhe jam tip që kontrolloj kështu, dyshime gjithmonë, po unë kam tipin që domethënë që kur filloj të kem qejf një mashkull jam kështu. Mos po bën ai gjë, a kupton? Është vetë po që jo deri tani s'kam kap ndaj gjë, se am ka ndodhur as s'ka ndodhur, nuk e di. Po prapë mendoj që po të ndodhte si do reagoje. Nuk e di. Ti më thënë të kapje. Nuk e di. Realisht nuk e di, se mund thjesht kisha thënë aha, okay, me një qetësi dhe të kisha ikur. Mund ndodhi që mund miki truri, mund ndodhi që... Varet si në atë moment, ndoshta. Jo, mendoj që është edhe mënyra e situatës se si ndodh, varet çka kap, varet... Po, atë varet si e ka, varet si situata, si është. Nuk e di, me drejt kot se di si do reagoja, po... Për mua, domethënë, të rri me një mashkull, se e kena bëjmë deklarata kështu në televizor, kot sa për rupsi dupsi, po... Mendoj që i vetmi mashkull që unë mund të rri në një lidhje është një mashkull që është shumë i dhënë pas meje, edhe një mashkull shumë i dhënë pas meje nuk ka se si të ketë sy për një femër tjetër. Kështu që I need a simp in my life. Më gjithmonë jam marrë me meshkuj që janë shumë të më kanë kështu si tip adhurimi, a kupton? Në një healthy way, në një healthy, po. Betëresh, në thënë kanë majtë në plamdor. Po në një healthy way, jo në një mënyrë kështu që se ka edhe mënyrë toksike, le të themi në mënyrë, po, kuptoj. Tani vazhdojmë me pyetjen e fundit, para vazhdojmë me buzët dhe të kalim te make-upi përfundimtar. Cili është ai moment i jetës që ti ke treguar në rrjetet sociale, por doja ta fshije. Më thënë edhe nga jeta, po dhe që e bërë pishman pak a shumë që e ke treguar atë moment tjetës tënde. Po, s'para bëjmë pishman për gjërat që bëjmë me thënë drejtën. I shoh gjërat shumë kështu. Njerëzit i komplikojnë gjërat më shumë se ç'duhet në kokë, se janë shumë të thjeshta. I egzagerojnë. Edhe nuk kam pse të bëjmë pishman për një gjë që mua më ka ndodhur. Edhe e kam thënë se në fund ditës nëse ka ndodhur, qa ka për mos t'u thënë, ke parasysh, në qoftë se e kam bërë. Po, në qoftë se për pishman që e ke treguar. Po pra, ato po them edhe këtë, domethënë fakti që e kam bërë dhe e kam treguar. E kuptoj. Tani do bëjmë buzën, edhe do kalojmë direkt tek make-upi përfundimtar, të gjithë lookun. Mua më shtar buza keq. Pasi mbarojmë konturimin e buzëve me një ton të errët, jo të errët, një ton kaf, të mesatar, do dhe në qendër një ngjyrë njut për ta ëmbëlsuar pak më shumë pamjen. Në këtë mënyrë buzët duken më të fyra, më plump dhe më të mëdha. Por tani është dhe një detaj tjetër që do vej, që është lip glossi. Dhe tani do vej lip glossin e Rings Beauty, Shady Diamond, e të japë një shkëlqim më të madh të buzët. Për bronzer, përdor bronzin e Pat Mangrathulab, që është shumë mirë, gjithashtu dhe blushin të Pat Mangrathulab dhe përdor dhe pastaj. Aplikojmë pak bronzer. Në gjithë zonat të dy ku vëmë dhe që bën prerjet me konturin likuid. Tani gjithashtu dhe blushin. Të duke në naturale, kafe. No, but I like it. Që ka vete dritën, e kështë drita djelë, ngjyra dritës djelë. Kjo është? Këtë. Më pëlqen. Me thënë, është ngarkuar, po prapë më shkon, nuk është të ngjaj si grua ose kështu. Dhe ky është looku
përfundimtar. Një smoky halo make-up le ta quajmë. Si u ndjeve sot Rene? Shumë keq, kam 5 orë këtu, gjithë shoqëria ime ka dalë për jetë nate, unë jam e bllokuar në këtë vend. Po të paktën jam e lyrë. Mos të me shku fare. Jo. Po paktën tani të shkosh në këtë look. Po vlen. Edhe do të bëj. Vlen me kjo, vlen. Kështu që me një anë ta mendosh ndryshe është mirë. Është shumë e vërtet, po këta duhet të afrohen njerëz ta shohin nga afër, edhe pastaj të vazhdojmë. Po.